Konsiderojnë se Partia Demokratike e Kosovës do duhet të ndryshon të qëndrim ose të paktën të jepte edhe një shans për të takuar Kurtin, apo sepse është njëra prej partive e cila qysh në takimin e parë ka mbyllur diskutimet me lëvizjen vendosje dhe... Në politik edhe në protokoll ka një moral. Duhet me pas moral, edhe pse thuhet që në politik s'ka moral. Në qoftë se kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës ka shku me ftesën e Albin Kurtit, edhe i ka bërë një ofertë, a kryetari Hamza, a Albini, nuk e di, por tani s'janë marrë vesh. Tani është radha Albinit me shku te PDK-ja. Këto janë rregulla. A nuk po e bën këtë duke e dërguar ftesë? Tash lyp me ardh te une. Hajde bisedojmë. Unë nuk e marr përsipër në para se të vija do duhet që të akordoheshin. Që të flas a duhet as duhet që të jap urdhën. Ne analizojmë skenarët e mundshëm. Por unë po besoj që partitë politike opozitare duhet të analizojnë mirë çfarë kanë deklaruar dhe çfarë do të bëjnë. Aliti, a ja hap derën PDK-ja Kurtit në rast se Kurti shkon te PDK-ja? Kurti është aktualisht kryeministri i Kosovës, është kryetari i një partie, është në pozitë, nuk jemi kundërshtar politik. Po nëse po besoj, nëse vjen me një ofertë në zyrat e Partisë Demokratike, mendoj që s'ka nevojë, nuk do të duhej PDK-ja me u deklaru kundër. Pyesim kështu sepse Gjini kishte refuzuar edhe në momentin kur u bën publika ato mesazhet dhe ftesa e zotrit Kurtit se mund të shkon. Deshe të thoshe, Hamza. Jo, e kam fjalën për Kurtin i cili dërgoi ftesë Gjinit që edhe mund të shkonte në Gjakov të diskutonin për... Gjini i ka diskutimet e veta, problemet e veta, qëndrimet e veta. Për këtë arsye dhe ne po pyesim në rast se qëndrimet e tilla obligimi me ndëgju fjalët e Gjinit, as me i respektu ato, as me i zbatu ato. Partia Demokratike duhet me i pas qëndrimet e veta, sepse nuk është në koalicion as me VV-n, as me AK-n, as me LDK-n. Qëndrimet e veta, cilat janë? A duan të bisedojnë, apo s'duan të bisedojnë? Bedreu ka thënë që ne duhet me bë marrëveshje politike. Dhe marrëveshja politike nuk është siç po interpretohet apo merr vendin e kryetarit parlamentit. Për individin, si individ, të qenurit kryetarit parlamentit është një farë satisfaksioni që të përmenin si kryetar parlamenti, ke lëshime, ke do beneficione të përjetshme sipas Kushtetutës Kosovës që me urgjencë do duhet hiqen këto kompetencat e përjetshme për presidentin e vendit, për kryeministrin, për kryetarin e parlamentit, për prokurorin e përgjithshëm. Unë e kuptoj që duhet për një afat kohor gjysmë mandati ose një mandat të ketë privilegje, për një burr ose një gru që i ka 40 vjet, duhet shteti i Kosovës m'ia dhon rrogën këtij, m'ia dhon rrogën aty në bodyguardave ti, veturës, benzinin e ato, psa të është gjallë, edhe në qoftë se ai bëhet tregtar, edhe në qoftë se hap nesër një shtëpi publike, atë duhet me trajtu shteti? Jo. S'ka, të paktën në rajon këtu nuk ka asnjë president, asnjë kryeministër, asnjë kryetar parlamenti, asnjë prokuror shteti që ka beneficione, rrogë edhe trajtim të shtetit përjetshëm. Zotri Aliti, a konsideron se dëmtohet Partia Demokratike e Kosovës duke pasur qëndrime të tilla në raport me ftesat e zotrit Kurti? Shikoj, nëse